Objektet kolektive duhet që përveç mbrojtësve kundër rrëshqitjes, borës nga çatia dhe rrufepritësve të kenë edhe daljet apo shkallët emergjente. Por një pjesë e tyre në komunën e Ferizajt nuk i kanë, sidomos ato që janë më të vjetra se 10 vite. Drejtori komunal për urbanizëm në Ferizaj thot se kodi i ndërtimit i parashet të gjitha ato, prandaj ndërtuesve u është kërkuar që të plotësojnë ato kushte që nga nisja e projektit. Por sipas tij nuk është komuna ajo që i ka bërë të jenë vigjilent, por vetë banorët që kërkojnë kushte më të mira në secilin objekt të ri. Ne nuk e lëshojmë asnjëherë asnjë letë ndërtimi derisa palën e projektin e vet ka parapar për shembull ato që thënë ju shkallët e emergjencës. Por sidoqoftë unë mendoj se në veçanti viteve të fundit vret një avancim tepër i madh në kualitetin e ndërtimit. Për arsye se është pyetje konkurrence, jo për tjetër arsye. Dhe tani më ai që ndërton në mënyrë kualitative i ka më të sigurta shitjen e objektet të tyre. Për arsye se ka kaluar ajo faza emergjente kur njerëzit nuk kanë shiquar fort me çfarë materiali, si është ndërtuar, a ka shkallët emergjencës e tjerë, kurse tani blerësit interesohen për çdo detaj. Dhe natyrisht këta kanë vrejt investitorët dhe fal këtij fenomeni është përmirësuar edhe standardi i ndërtimit. Një prej arkitektëve të njohur Ferizajas për ndërtimin e objekteve kolektive e pohoi se disa nga kushtet për kodin e ndërtimit janë pikërisht shkallët e emergjencës dhe mbrojtësit e borës. Ndërkaq në 2 vitet e fundit nuk ka një pranim teknik, por janë inspektorët komunal të ndërtimit që inspektojnë ndërtimin në faza të ndryshme. Po vizioni këtyre kriterieve përmbahet fillimisht me projektimin të projektit të objekteve, fillon e bën në projektin kryesor, projektin zbatues dhe për atë do thotë e bën edhe zbatimin. Na njëkohësisht bëjmë projektimin edhe zbatimin e objekteve. Sa shpesh vinë inspektorët me kontrolluar punimit ju kur ti bëni këtu? Po thonë drejtën gjatë punimit inspektorët bukur rrallë vinë. Bukur rrallë vinë, që do thotë nuk kanë, por ne si firmë mundohemi që ato t'i bëjmë për shkak të sigurisë të banorëve. Ligji për ndërtim i miratuar në maj të vitit 2012 si dhe kodi unik i ndërtimit përcaktojnë standardet minimale për mbrojtjen e shëndetit publik, të sigurisë dhe të mirëqenies së përgjithshme të banorëve në banimet individuale dhe kolektive në Republikën e Kosovës.